Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një komunikim me qytetarët ditën e sotme në rrjetet sociale ka folur mbi protestën kombëtare më 10 shkurt dhe ka treguar detaje nga organizimi i kësaj proteste para kryeministrisë, duke paralajmëruar demokratët se do të qëndrojnë në shesh derisa të largohet regjimi në pushtet. Qëndrimi në shesh për sa kohë për aq kohë gjersa të largojmë regjimin është rruga më e sigurt e fitores tonë. Ju garantoj se drejta saj në mënyrë të pandalshme do të shkojmë. Edi Rama të bëjë ç'të dojë, mrapa diellit të shkoj, shpresë nuk ka, do shkoj aty ku e ka vendin, aty ku e kanë vendin hajdutët dhe kriminalët që qeverisin një vend mbi baza me lidhjet të forta me kartelët e drogës, krimin dhe farsë elektorale. Dr. Berisha ka sqaruar se çfarë ndodhi në të vërtetë në Strasburg, ku ju ndërprej fjala gjatë fjalimit të tij. Ai tha se koha për të gjithë anëtarët është 2 minuta dhe ai e dinte këtë gjë, por kur ju ndërprej mikrofoni vazhdoi të fliste te kamerat dhe kërkoi qeveri teknike. Fjala në Strasburg që ta di çdo njeri për diskutantët është gjithnjë 2 minuta dhe ajo ndërpritet automatikisht. E vërteta është që unë e dija këtë, isha i vetëdijshëm, por dhe natyrisht që pjesën më pikante ja kisha rezervuar Rams që në minutën e parë, kurse në minutën e fundit unë e dija që ajo ndërpritet, por vazhdova se kamera funksionon, pavarësisht se zëri shuhet, më interesonte kamera dhe kërkova qeverinë teknike.